Dashi. Sot energjia rreth teje duket e ndritshme dhe plot mundësi. Në dashuri, hap zemrën ndaj partnerit dhe mos e fsheh atë që ndjen. Dialogu i ndershëm do të forcojë lidhjen tuaj. Në punë, një projekt i ri mund të hapet përpara teje. Merr iniciativën dhe trego entuziazmin tënd, do të vlerësohesh shumë. Financat janë në një ekuilibër të mirë, por ruaj kujdes nga shpenzimet e tepërta. Një planifikim i zgjuar i buxhetit do të të ndihmojë të shmangësh surprizat e padëshiruara. Nëse ndjen një farë lodhjeje, merr kohë për të pushuar dhe rifreskuar mendjen. Një shëtitje në natyrë ose një libër i mirë do të të qetësojnë shpirtin. Besoj instinkteve të tua dhe lëri ato të të udhëheqin drejt përmbushjes së dëshirave. Demi. Sot ndjeni më pranë harmonisë së brendshme, sikur yjet po ju buzëqeshin. Duhet të përqafoni mundësitë që ju ofron dita, veçanërisht në punë. Një projekt i ri mund të kërkojë vëmendjen tuaj, por me pak përkushtim do të shfaqni aftësitë tuaja të vërteta. Në çështjet financiare, është koha të jeni më të kujdesshëm dhe të shmangni shpenzimet e panevojshme. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin do të forcojë lidhjen tuaj. Nëse jeni vetëm, është momenti të hapni zemrën ndaj ndjenjave të reja. Mbani mend të shijoni momente të thjeshta dhe t'i lejoni vetes të ëndërroni. Kujdesuni për mendjen dhe trupin tuaj dhe do të ndjeni qetësi të thellë. Mbylleni ditën me një falënderim për gjithçka që keni. Binjakët. Sot, energjitë janë në favorin tuaj, duke ju dhënë mundësinë të përmirësoni komunikimin me njerëzit e zemrës. Nëse ndjeni një tension të vogël, bëni një hap prapa dhe reflektoni para se të flisni. Në punë, kreativiteti juaj do të shkëlqejë, shfrytëzojeni për të zgjidhur çështje që kanë kërkuar vëmendje. Financat janë në stabilitet, por është e mençur të shmangni shpenzimet e panevojshme për momentin. Sot mund të ndjeni një dëshirë për të eksploruar, qoftë përmes leximit ose duke planifikuar një udhëtim të vogël. Kujdesuni për mirëqenien tuaj duke gjetur kohë për relaksim dhe meditim. Përqafoni çdo mundësi për t'u lidhur me natyrën, pasi kjo do t'ju ndihmojë të gjeni ekuilibrin e nevojshëm. Daforia. Sot do të ndjeni si një valë që kërkon t'i pranojë të gjitha përpjekjet e ditës. Në punë mund të përballeni me sfida të vogla, por energjia juaj e brendshme do t'ju udhëheqë drejt zgjidhjeve kreative. Mos u shqetësoni shumë për çështjet financiare, një mundësi e re për fitime mund të shfaqet papritur. Në dashuri, është koha për të dëgjuar më shumë se sa të flisni. Kjo do t'ju afrojë më pranë partnerit tuaj. Ndjenjat do të jenë të forta dhe të thella, por mos harro të kujdeseni për veten. Një shëtitje pranë natyrës sante do t'ju ndihmojë të gjeni qetësi dhe inspirim. Bëjeni zemrën tuaj të ditë se është e dashur dhe vlerësuar. Zbuloni forcat e fshehura brenda jush. Luani. Sot zemra juaj mund të ndjejë një thirrje të veçantë për harmoni dhe paqe. Në punë, shfaqni guxim për të marrë përgjegjësi të reja që mund të sjellin ndryshime pozitive. Mos hezitoni të ndihmoni një koleg, pasi mirësia kthehet gjithmonë. Për sa i përket financave, është koha të rishikoni buxhetin tuaj dhe të shmangni shpenzimet e panevojshme. Një bashkëbisedim i ngrohtë me partnerin do të forcojë lidhjen tuaj, ndërsa beqarët mund të hasin një njohje interesante. Dëgjoni intuitën dhe hapni zemrën ndaj përvojave të reja. Energjia juaj sot është magnetike dhe do të tërheqë njerëz që ndajnë interesa të ngjashme. Mos harroni, çdo ditë është një mundësi për të shkëlqyer me dritën tuaj të brendshme. Virgjëresha. Dita nis me një ndjenjë qetësie, duke të ftuar të reflektosh mbi atë që të sjell lumturi. Në dashuri, është momenti të bësh një hap të vogël drejt përmirësimit të komunikimit me partnerin ose të kërkosh një bisedë të sinqertë nëse je beqar. Në punë, përqendrohu tek qëllimet afatshkurtra dhe mos e ngarkoni veten me presion të panevojshëm. Financat duken të qëndrueshme, por mbaj një sy mbi shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen. Gjatë ditës bëj kohë për të ndjekur një hobi ose për të shijuar një moment të thjeshtë që të ngazëllën. Ndjenja e mirëqenies dhe balancës do të shoqërojë sot, duke të dhënë forcën për të kapërcyer çdo sfidë që mund të shfaqet. Peshorja. Ndërsa dielli përqafon horizontin, dita sjell një ndjesi të lehtë harmonie. Është koha të përqendrohesh te balanca në marrëdhënie. Një bisedë e sinqertë me partnerin mund të shërbejë si urlivse, duke forcuar lidhjet dhe mirëkuptimin. Në punë, qasja e kujdesshme dhe diplomatike do të ndihmojë të zgjidhësh situata komplekse. Financat duken stabile, por është e rëndësishme të planifikosh me kujdes shpenzimet e ardhshme. Këshillohet të mos bësh shpenzime të mëdha pa analizuar mirë çdo aspekt. Gjej kohë për veten dhe për të kultivuar qetësinë e brendshme. Një shëtitje në natyrë ose një moment meditimi do të ndihmojë për të rifituar ekuilibrin emocional. Lëri ëndra të udhëheqin rrugën tënde. Akrepi.
Sot je i ftuar të eksplorosh ndjenjat e tua më të thella dhe të lehtësosh ngarkesën emocionale. Në marrëdhëniet personale, hapja e zemrës do të krijojë një lidhje më të fortë dhe të sinqertë. Në punë, përqendrohu te detajet dhe mos u trem nga sfidat. Kreativiteti yt do të të ndihmojë të dalësh mbi situata komplekse dhe të gjesh zgjidhje të reja. Financat janë në një kohë stabiliteti, por është e mençur të mos ndërmarrësh hapa të mëdhenj sot. Reflekto mbi vlerat e tua dhe investimet që ke bërë deri tani. Ndërsa dita vazhdon, ndihu i lirë të ëndërrosh dhe të ndjekësh ritmet e zemrës. Kujdesu për mirëqenien fizike dhe shpirtërore duke kaluar pak kohë vetëm në natyrë. Gëzohu sot. Shigjetari. Në këtë ditë të bukur të shkurtit, ndjenjat do të jenë në harmoni me mendimet tuaja. Zemra juaj është e hapur për dashurinë dhe emocionet që ndjeni do t'ju sjellin më afër partnerit. Nëse jeni ende në kërkim të një lidhjeje, sot mund të jeni i rrethuar nga energji pozitive që ju ndihmojnë të bëni një njohje të re. Në punë, përpiquni të jeni të përqendruar dhe mos u largoni nga qëllimet tuaja afatgjata. Një ide e re mund të sjellë përfitime financiare, ndaj mos hezitoni të merrni veprime të guximshme. Përsa i përket shëndetit, kushtoni kohë relaksimit dhe meditimit për të rigjeneruar energjinë tuaj. Sillni pak më shumë optimizëm në jetën e përditshme dhe mos harroni të buzëqeshni. Britsjapi. Sot, energjia e universit të sjell një ndjenjë të veçantë të qetësisë. Në dashuri, është koha e përshtatshme për të forcuar lidhjet me partnerin, duke ndarë momentet intime dhe bisedat e thella. Në punë, përqendrohu në detajet e vogla, sepse ato do të bëjnë diferencën në projektet e tua. Mos hezito të kërkosh ndihmë nga kolegët, bashkëpunimi i tyre është çelësi i suksesit. Financat duken të qëndrueshme, por sigurohu të mos bësh shpenzime të panevojshme. Kujdesi ndaj vetes është i rëndësishëm sot, relaksohu me një libër të mirë apo një shëtitje në natyrë. Shijoje këtë ditë duke përqafuar momentet e vogla të lumturisë që të ofron jeta. Energjia pozitive e ditës do të ndikojë edhe në emocionet e tua, duke të sjellë harmoni. Ujori. Në këtë ditë të veçantë, shpirt erudit dhe plot energji pozitive hap zemrën për të pranuar ndryshimin. Ndjenjat e thella do të shfaqen, duke sjellë një atmosferë të butë në marrëdhëniet romantike. Lejo veten të udhëhiqesh nga ndjesitë dhe komunikimi i hapur. Në aspektin profesional, zgjidhjet e reja do të sjellin përmirësime të dukshme. Mos nguro të eksperimentosh me ide që dukeshin të pamundura. Në financat, planifikimi i kujdesshëm do të ndihmojë në shmangjen e shpenzimeve të panevojshme. Kujdesi ndaj detajeve do të jetë çelësi i suksesit. Energjia e kësaj dite i ngjan një melodi të ëmbël, kështu që lejoje të mbush shpirtin me qetësi dhe frymëzim. Beso në forcën e vetvetes dhe ec përpara me besim. Peshqit. Sot, ndjenja e intimitetit dhe lidhjes do të jetë e theksuar për ty në dashuri, ke mundësi të hapesh më shumë me partnerin, duke forcuar lidhjen tuaj. Për ata që janë vetëm, një takim i papritur mund të sjellë një ndriçim të ri në zemrën tuaj. Në punë, përqendrohu në detajet e vogla të projekteve që ke në dorë. Një qasje e kujdesshme do të shpërblehet me rezultate të shkëlqyera. Në aspektin financiar, është koha për të rishikuar shpenzimet dhe për të krijuar një buxhet të ri. Kujto se qetësia dhe reflektimi janë aleatët e tu më të mirë. Mos harro të kujdesesh për veten, duke marrë kohë për relaksim dhe meditim. Ditët e ardhshme do të sjellin dritë dhe qartësi.